Bregu i lumit Kier vazhdon të ndotet nga mbetërinat, duke u zhvërruar në një landfill të paligjshëm, edhe pse kjo zonë është pastruar disa herë përmes ndërhyrjeve institucionale, situata mbetet alarmante. Çdo ditë kamionçinë dhe qytetarë të papërgjegjshëm depozitojnë këtu mbetje urbane dhe inerte, duke sfiduar hapur çdo masë apo thirrje për mbrojtjen e mjedisit. Për të ide me të rënd ekologjik, kjo situatë po kthehet në një shqetësim të vërtetë për një numër të konsiderueshëm banorësh që jetojnë vetëm pak metra larg bregut. Era e rëndë dhe rreziku i përhapjes së epidemive janë kthyer në rrezik të përditshëm të këtyre familjeve. Ndërhyrjet kanë rezultuar të pamjaftueshme përballë fenomenit të pandalur të ndotjes. Banorët dhe ekspertët e mjedisit bëjnë thirrje për masa më radikale, që nga vendosja e kamerave të sigurisë, monitorimi i vazhdueshëm e deri te gjobat e rënda për ato që trajtojnë lumin Kier si vend depozitimi mbetërinash.